janë të shqetësuar me drejtë, si që jemi të gjithë shqetësuar për çmimin e naftës. Kjo është reale. Shjeta reale. Çmimi i naftës që rritet si rezultat i një lufte që as e kemi hapur ne, as na ka pyetur njëri ne a duam ta hapim apo jo, dhe që është një luftë kundër një vendi ku ka një regjim që është armiqësor ndaj nesh, Shqipërisë. Megjithatë, nuk është e para më. Tani më besoj që njerëzit e kanë kuptuar se në fillim ju dukej si çudi që si impaktohemi ne nga një krizë që ndodh gjatë. Që nuk është më gjatë, po është në të gjithë dynjan, sepse çmimi i naftës nuk është se rritet në Shqipëri, është rritur kudo dhe ka shkuar edhe shumë më lart se sa këtu në disa vende që janë në mes të Europës. Dhe